Lobi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një prej lobeve të huaja më me ndikim dhe lobi i cili ka efektin më të fuqishëm politik. Duke patur parasysh rezultatet, lobi izraelit është më i fuqishëm jo vetëm në Amerikë, por edhe në mbar botën. Asnjë lobi tjetër politik nuk ka arritur të ketë ndikim në një shkallë të madhe në politikën e disa shteteve, sikurse ka arritur ta bëjë lobi izraelit në rastin e Shteteve të Bashkuara. Sipas politologëve John Mearsheimer dhe Stephen Walt, lobi izraelit personifikon koalicionin e dobët të individëve dhe organizatave që punojnë aktivisht në formësimin e politikës së jashtme të SBA-s në drejtimin pro-izraelit. Ka shumë rrethana shoqërore dhe kulturologjike që favorizojnë zhvillimin dhe ndikimin e madh të lobit izraelit në SBA. Shumë amerikan ndjejnë një afërsi kulturore dhe fetare me Izraelin, për shkak të traditës judeo-kristiane. Studimet kanë treguar se amerikanët më shpesh ndjehen të afërt me hebrejt sesa me grupimet e tjera fetare, si puna e muslimanëve apo hinduve. Kjo situatë është pasojë e ndikimit të madh të hebrejve në Amerikë. Marrëdhëniet e fuqishme ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, përfshirë projekte tregtare, teknologjike dhe ushtarake, kanë krijuar interesa të shumta të ndërsjellta që ndikojnë akoma më shumë në mbështetjen politike.